i kanë kritikuar për këto vendime, ndoshta edhe nuk i kthehen fare përgjigjet apo i kthehen përgjigjet negative. Pra këtu po shohim një hakmarrje, themi kështu, ndoshta edhe ndaj atyre kthehemi në thojza të padëgjueshme ose atyre që edhe në kritika apo janë të zëshëm si në këtë rast. Alban, sa mendon se ka me ndiku gjithë që kjo situata e cila është deri diku barë edhe mbi lojtarët që bien, sepse në rast se nuk marrin atë çka dojnë nga kjo ndeshje, mund të paragjykohen për shkak të kësaj kodit etikës morale që e kemi. A mendon se do të jetë ngarkesë edhe do të ndikoj krejt kjo barra, tensionet historike që i kemi mes vendeve tek lojtarët? Po, aty kemi kemi lojtarë nga Kosova, kemi lojtarë nga Shqipëria që kanë qenë zëshëm kundër dhunës së Serbisë, por kemi edhe lojtarë që apo edhe drejtues që shiqojnë, domethënë, themi kështu, punën e vet sportive. Edhe kjo shpesh herë te futbolli duhet të kalohen me transparent të ndryshëm apo baner të ndryshëm apo banderolla të ndryshme në stadium të jenë për krahët e lojtarëve tonë. Ndërkësh në këtë rast lojtarët nuk kanë theme pikën e fajit, sepse ata nuk janë organizatorë të kësaj ngjarje dhe nuk duhet ne të kryqëzojmë ata. Ne sigurisht do të kërkojmë nga lojtarët japin më të mirën dhe nëse në aspekt profesional nuk janë mirë, atëherë i morën edhe kritikat. Por sigurisht se tu dikush tjetër i ka, domethënë, faturën pse organizohet në këtë formë, por duhet cekur edhe diçka, domethënë është mëkat që tifozët më të zëshëm nuk janë aty të pranishëm, është mëkat që një numër shumë i madh i sportazhëve ose i futbolltazhëve kosovar nga Kosova, themi kështu, shqiptarëve nga Kosova. A mendoni se me pranimin e tyre në stadiumin atje Arena Kombëtare në Tiranë kish me ndiku ndoshta deri diku ky tensioni historik që e kemi më pas edhe në atmosferën brenda stadiumit? Patjetër që po, aty deshta me dalë, domethënë sigurisht është handicap, e thash edhe më herët, është dashur me qenë tifozët nga Kosova atje për ta përkrahur Shqipërinë, por këtu Federata Shqiptare e Futbollit sikur përdon me bën një ndasi, bën një ndasi ose një mëdhëtsim, thotë që neve nuk na duheni ju kur ju keni dëshirë të vini, për ju jeni të mirë pritur atëherë kur dojmë ne. Dhe viteve të fundit shohim domethënë një ftohje mes tifozëve, mes federatës ndaj tifozëve, më saktë. E kemi parë domethënë përjashtimin e plisave në disa raste, tani më edhe tifozëve kuqezi, që një numër i madh i tyre është nga Kosova dhe burimin e ka këtu. Domethënë gjitha këto sigurisht do të jenë handicap dhe me praninë e tyre do të jepshin zemër më tepër futbollistëve tonë dhe gjithçka do të ishte më ndryshe. Tani unë pres domethënë një qetësi atje në Tiranë, domethënë në stadium dhe nuk pres domethënë atë zhurmën që i çdosh tifozët ta jepnin apo edhe vetë lojtarët ta merrnin për krajin ndaj tyre. Po këtu është një kujdes shumë i madh dhe i tepruar i Federatës Shqiptare të Futbollit ndaj Serbisë. Po mendoj që Serbia është dashur të pritet në aspekt sportiv mirë, por aspekt sportiv është edhe tifozëria dhe është dashur edhe tifozët me shën aty. Po. Ndërkohë kur Alban të gjithë sigurisht presin fitore nga Shqipëria, cili është skenari më i mundshëm? A do ta ketë të lehtë Shqipëria të marrë këtë fitore apo ka gjasa të kemi edhe barazim apo edhe humbje? Dëshira e gjithë secilit prej nesh besoj që është që flasim shqip që Shqipëria të fitoj edhe të mos vënë në diskutim rezultate tjera, por me këtë mikpritje që po ja bëjnë Serbisë, po ja mundsojnë thuajse është luajtur në Beograd e jo në Tiranë. Edhe aty është një plus i madh domethënë për futbollistët e Serbisë, një domethënë të pasenueshëm qoftë nga përhoritjet, themi kështu. Andaj këtë që po e bëjnë drejtuesit e futbollit në Shqipëri, po e bëjnë sipas mendimit tim si autogol. Në rast se Shqipëria merr pikë nga kjo ndeshje, si kish me ndiku kjo në rrugtimin e saj për kualifikim më tej? E thash, domethënë që Shqipëria dhe Serbia janë dy kandidatë të serioz për pozitën e dytë, pasi që pozita e parë është mos themi e pamundur, por është mjaft e vështirë, pasi që Anglia dihet çfarë force ka dhe vështirë që do të lëshoj pe domethënë nga pozita e parë, duke i parë kombëtarët tjera në këtë grup. Po ndeshja e kthimit do të jetë prapë domethënë Serbi që do të zhvillohet pas kësaj në Tiranë dhe aty ndoshta pas asaj ndeshje mund flasim për pozitën e dytë, vetëm me kush që edhe Shqipëria të mos bëjë hapa fallse ndaj takimeve të tjera. Një fitore e Shqipërisë në këtë rast kish me qenë deri diku simbolike, po thojmë edhe për popullin përgjithësi.
Po sigurisht, se herë ka zhvillu ndeshje Shqipëria ndaj Serbisë, ne të gjithë i gëzojmë fitores dhe e mbajmë mend gjatë ato. Mos harrojmë, ne ju kemi gëzu fitoreve të Kroacisë ndaj Serbisë, po edhe të kombëtares së Zvizrës, ku luajtën shqiptarët nga Kosova, si Xhaka Shaqiri e të tjerë, ndaj Serbisë, e mos flasim më pritjet që i kemi dhe gëzimin që do ta kishim, po që se Shqipëria do të ngallënte ndaj Serbisë. Qartë. Domethënë kjo është e